يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمد سبحانا حمدا يليق بجلاله وأشكر شكرا يليق بكماله وأصلي وأسلم على خير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقناه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد falënderimet çdo herë takojnë të madhit Allah dhul Xhelal, selavatet përshëndetjet tona çdo herë ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë besimtarët që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dashur vëllezër besimtar, prej mëshirës së Allahut dhul Xhelal është se Allahu mbi rrezullin toksor ka caktuar vende që janë vendet më të dashura të Allahut dhul Xhelal dhe ka bërë si shpërblim për ata të cilët kujdesen, ata të cilët ndërtojnë mbi këto vende. Ka siguru Allahu dhul Xhelal çdo personi një shtëpi në xhenet. E këto vende quhen xhami, quhen shtëpi të Allahut që ekzistojnë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Uthmani radiallahu anhu se pejgamberi i Zotit ka thënë kush e ndërton një xhami në këtë botë, Allahu do t'ja ndërtoj po të njëjtë një shtëpi në xhenet. Dashur vëllezër besimtar, lumë për atë besimtar, për atë musliman, për atë muslimane, i cili nga pasuria e tij që Allahu ja ka dhënë ndan për të ndërtuar një xhami, apo për të qenë pjesëmarrës në ndërtimin e një xhamis, apo për të kujdesur për mirëmbajtjen e ndonjë xhamie, pa marrë parasysh ku është ajo. Sa ka prej neve që në jetën e kësaj bote lodhen duke ndërtu një shtëpi për të jetuar ca ditë kësaj dunjaje, por kur krahasohet shtëpia e kësaj bote që ne e lami dhe dikush tjetër shpeshherë e gëzon, nuk krahasohet me atë që Allahu e ka ndërtu për neve dhe e ka përgatit në xhenet, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se në xhenet është ajo që kur syri s'ta ka pa, as kur në mend nuk ka shku. Çdo herë ti mund dal dhe me paramendu se kështu mund me qenë xheneti, ajo është shumë herë më e mirë se çka e mendon ti. Andaj, dashur vëllezër besimtar, shtëpitë e Allahut dhul Xhelal, xhamiat janë për ata njerëz, Allahu i nderon, i privilegjon ata cilët kanë iman, që të ndërtojnë xhamia të Allahut dhe të përkujdesen për to, siç thot Allahu dhul Xhelal në librin e tij, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Ata cilët përkujdesen për xhamit e Allahut janë ata cilët besojnë në Allahun dhul Xhelal, ata cilët e falin namazin, e japin zeqatin, nuk i friksohen askujt përveç Allahut, e mbesin të tillë do të jenë nga ata që janë të udhëzuar. Ndërtimi i xhamive është punë e pejgamberëve të Allahut. Kush e ndërtoi Çabën, e ndërtoi Ibrahimi alayhis salam. Kush e ndërtoi xhamin e Aksas, e ka ndërtuar pejgamber të Allahut. Kush u përkujdes, pastaj janë përkujdes besimtar, njerëz të mirë, sinqert me Allahun dhul Xhelal. Kush ishte ai që ndërtoi xhamin e parë në Islam,
ishte vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A nuk ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentin që erdhi në Medinë me duart e tij filloi ta ndërtoi dhe pastaj i ndihmuan edhe shokët e tij. Dje vëllai i dashur se Allahu dhul Xhelal nëse të bën ty hysenik që ti me qenë pjesëmarrës në ndërtimin e ndonjë xhamie, me pasurinë tënde, me mundin tënd, me pa marrë parasysh çfarë kontributi, dije se kjo është një privilegj që Allahu të ka nderuar ty, e Allahu nuk i nderon me një gjatë të tillë që të jemi hysenik në shtëpitë, në ndërtimin e shtëpijave të tij, përveç ata njerëz që në zemrat e tyre kanë iman dhe janë sinqert me Allahun dhul Xhelal. Sa njerëz sot dashur vëllezër ndëgjohemi se unë nuk kam pasuri, nevojat e familjes, kërkesat janë të mëdha, saqë nuk mujën me qenë pjesëmarrës, nuk po mujën me dhanë. Por përgjigjja është shumë e lehtë, nga se me ndërtimin e xhamisë, kjo xhami që na sot falim edhe që 7 muaj së bashku e falmi namazin, e ka ndërtuar dikush tjetër. Do thotë ka qenë hysenik dikush tjetër. Prej vendit, prej këtij qyteti, prej Kosovës, jashtë Kosovës, e në përskeje të botës që ne i njohmi apo nuk i njohmi. Ka mundësi që ata njerëz që kanë dhënë për këtë xhami kur mos më ardhnë këtë xhami, mu fal asnjëherë, nga se ata janë njerëz që Allahu ju ka mundsuar dhe e kanë dhënë vetëm për hir të Allahut. Por sprova dhe provimi më i madh, testi më i madh do të jetë për neve, për cilët nuk kemi ndërtuar shtëpia të Allahut, por sprovimi për neve do të jetë sa jemi ne të gatshëm për mu përkujdes për shtëpitë të Allahut pasi ndërtohen ato. Përkujdesja e shtëpive Allahut është që ta pastrosh shtëpinë e Allahut, përkujdesesh për pastërtinë në brenda saj, jashtë saj, çdo gjë që ka nevojë shtëpia e Allahut ti të jesh i gatshëm. E secili prej neve e pyet veten e tij, a thua vallë sa unë përkujdesna, sa interesona për xhamin cilën unë e fali namazin në atë xhami apo në ndonjë xhami dikun tjetër. Thotë Enesi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mu janë ekspozuar gjitha shpërblimet e ummetit tim. Do thot pejgamberi ka pa shpërblimet e ummetit tij, nga ai më i madhi që mund ta bëjë muslimani deri te ajo më e vogla, e shpërblimin më i vogël që pejgamberi e ka përmend që mund me fitu çdo besimtar, ka thonë nëse ti e hek një pengesë nga shtëpia e Allahut, nëse shet diçka në tepi, nëse shet diçka që pengon xhamien, te e largon, ky është shpërblim që ti e fiton shpërblimin tek Allahu dhul Xhelal. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ngrit një ditë në mëngjes dhe kishte pasur një grua e cila kujdesej për xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastronte, pejgamberi u habit dhe pyeti për këtë grua, ku është? Sahabët i thanë, o i dërguari i Zotit, ajo ka ndru jetë natën dhe ne kemi vorros, nuk kemi dashur që ty të shqetësohemi. Atëherë pejgamberi sikur hatrohet në këtë rast dhe drejtohet drejt varreve dhe pyet ku është varri i saj, dhe shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'ia fal xhenazën. Për shka? Për ta nderuar këtë grua, nga se kjo grua ka qenë ajo që e ka respektuar dhe e ka nderuar xhamin e Allahut. Nga pasuria e saj nuk ka pas, por një kohë saj, një pjesë të mundit saj e ka nda për mu kujdes për shtëpinë e Allahut dhul Xhelal. Xhamit janë vende ku Allahu dhul Xhelal madhrohet, i përulemi atij, i bim në sejdë. Xhamit nuk janë vende për shitblerje. Nëse e shohim dik që bën shitblerje në xhami, atëherë ne i thomi Allahu mos dash bereqet në këtë tregti. Xhamit nuk janë për muhabet dunjallaku, por janë vende ku njeri gjen qetësinë, prehjen e tij dhe drejtohet drejt Zotit të tij dhe lidhet dhe është sa më afër Allahut dhul Xhelal. Vendet më të pastra mbi rrezullin toksor janë xhamit, andaj duhen të tilla të mbesin vëllezër besimtar. Andaj ai i cili ka hangër qep apo hudër apo ka ndonjë erë të keqe, nuk duhet të afrohet xhamis. Ai i cili ka rroba të pista nuk duhet të vijë në xhami. Dhe kështu me radhë të dispozita tjera tregon Aisha, nëna e besimtarve, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar
që të ndërtohemi xhami në vendbanimet tona, të pastrohemi ato dhe të vendosim parfum në ato vende në shtëpitë e Allahut dhul xhelal. Kjo ishte pjesa e parë e hutbës. Elusi Allahun dhul xhelal që të na falë neve, juve dhe gjithë besimtarët kudo që janë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulna Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Tregon Ubej bin Kab, ky sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot ka qenë në Medinën tonë që ka ardhur një burr nga larg për të falë në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E një ditë nga dhimbja që kishim për këtë person, ne i tham pse nuk e merr një gomar që të vish me të në xhami. Përgjigjja e tij, thot Ubej bin Kab, ishte shumë e çuditshme. Tha vallahi kur nuk dua që të kem as shtëpi në afër xhamis, as të marr ndonjë mjet që vi në xhami, por du që të shpresoj te Allahu për çdo hap që unë vi në xhami, shpresoj tek Allahu se ai do të shpërblej. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët ishin kurreshtar, ti tregonin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë burr. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj se ky e ka fituar shpërblimin e plot. Kur ti hadithja bashkangjitim dashur vëllezër musliman, edhe fjalën e Allahut inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahu dhul xhelal thot në surën Yasin se ne do t'i ringjallim të vdekurit e do t'i shkruajmë veprat e tyre dhe gjurmët e veprave të tyre. Dhe këtë ne kemi shkruar me një libër të qartë. Kur njeri vjen në xhami, dashur vëllezër besimtar, s'ka dyshim se ai nëpër tokë lën gjurmë. Por ajo që i fshin gjurmët e njerëzve në këtë fytyrë tokës është era që i heq gjurmët e tona që ecim, por është dikush tjetër që nuk i harron gjurmët e tona që vijmë nëpër drejt shtëpiave të Allahut. Ato janë me laçet e Allahut dhul xhelal, që Allahu këto gjurmë, këto shputat këmbës tonë që i vendos për me ecë drejt xhamive, shtëpiave të Allahut, dhe për kujdesja më e mirë është që ti ta shpeshtosh vizitën ndaj shtëpive të Allahut. Një gjë e tillë do ta gjesh kur shkosh te Zoti jot, dhe Allahu dhul xhelal këtë gjurmë që ti ke vendos duke ecë drejt shtëpiave të Allahut, për shku për t'ju përgjigj ftesës që Allahu t'y të thret në ditë 5 herë, hayalën salah, hayalën falah, Allahu nuk ja hub mundin askujt. Lusim Allahun dhul xhelal që të na falë neve, të na bën prej atyre që ndërtohemi, bëmi hisenik në shtëpia të Allahut dhul xhelal. Lusim Allahun dhul xhelal që të na bën prej atyre që kujdesemi për shtëpiat e tij kudo që janë ato, dhe takimi fundit që të jetë nga kjo botë, e lusim Allahut që të jetë dhe thot shtëpia e tij xhamit. Allahu me laçet dhe besimtarët dërgojnë salavate mbi të dashurin ton alayhi salatu wassalam, edhe o besimtar në këtë moment, në këtë çast, në këtë ditë shenjtë për musliman, dërgoni salavatin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.